Burgim efektiv parashojnë vetëm 2 nga 14 aktgjykimet e shpallura nga viti 2021 e deri tash për vepra penale që lidhen me nxitje të përçarjes e të cilat janë të qasshme. Me njërin, një shtetas të Serbisë themelorja në Prishtinë ka dënuar me 8 muaj burgim, shkaku që ka mbajtur flamuj serb me hartë të Kosovës me mbishkrimin s'ka dorëzim dhe për thirrjen vrite shqiptarin. E me aktgjykimin tjetër u dënua me 5 muaj burgim një shtetas tjetër serb për thirrjet antishqiptare që i shpërndau në TikTok. Për gjuhën që nxitu rrejtje në bazë kombëtare afetare, 3 akt akuze janë ngritur në prill dhe maj, ndërsa 2 persona janë arrestuar këtë muaj. Profesori i gazetarisë Alban Zeneli thotë se përhapja e gjuhës së urrejtjes ka marrë për masa të mëdha, sidomos në hapësirat online. Provat fizike, ato të cilat janë të pozëm të shtypura ose format e tjera, janë më lehtë të gjendshme nga ana e organeve të drejtësisë dhe më lehtë të argumentueshme. Kjo besoj duhet të jetë shpjegimi pse ka më shumë raste gjyqësore që offline ka më shumë raste të gjykuara se sa për gjuhën e përdorur në platformat online. Shumica e dënimeve janë dhënë me burgim me kusht ose me gjob, por ka edhe raste amnistie. Ndonë se u dënua në shkallë paraprake gjyqësore, Supremja e liroi ish deputetin dhe ish ministrin nga radhët e listës serbe Ivan Todosievicin, që pati mohuar masakrën e Reçakut. Gjykata justifikoi vendimin me lirinë e shprehjes dhe konstatoi se nuk u argumentua mundësia e prishjes së rendit publik nëpërmjet qëndrimeve të Todosievicit. Gjyqtari i pensionuar Musa Kongjeli, i cili ka kryesuar trupin gjykues që e ka dënuar Todosievicin, thotë se vendimi i Supremes është i pakuptemt. Nëse vendosen këtë standard, konsideroj se është standard i lartë, që do të kenë jo vetëm vështirë prokuria dhe gjykata, po ndoshta edhe në pamundësi, sepse rrallë ndodhë që të plotësohen këto kushte, sidomos kushti që e përmendet ju, mundësia e prishjes së rendit apo trazirat dhe protestat e mandej për të ngritur atë akuzë dhe për të shpallur fajtor. Adelina Hasani është hulumtuese e sigurisë dhe politikës së jashtme dhe kritikon edhe autoritetet e sigurisë për mosveprim në rastet e nxitjes së urrejtjes. Ajo shtron nevojën që të punohet veçmas në shkolla. Fatkeqësisht ne jena ato e vrej që një gjuhë e urrejtjes është uritur sidomos tek të rinjt edhe në shkolla dhe në diskutimet që kemi pas edhe me mësimdhënësit edhe me psikologët, është tu normalizu një gjuhë e urrejtjes, dhe sidomos është tu normalizu që kjo gjuha e urrejtjes që është ndërlidhur me narrativat antigjinore. Pavarësisht vendimeve të organeve të drejtësisë për të ndëshkuar nxitësit e përçarjes në Kosovë, rastet e trajtuara tregojnë për një qasje të pabarabartë dhe shpesh herë të butë.